Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani gjalp, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës tuaj. Gjalpi është një nga përbërësit bazë në fushën e gatimit. Ky përbërës i gjithanshëm krahas shijes jep përfitime të shumta në organizëm, por edhe disa efekte anësore të cilat janë tërësisht të padëshiruara. Disa të tilla ju do t'i gjeni pikërisht të renditura në këtë video. Shëndeti i trupit tuaj mundet të përmirësohet. Dietologët thonë se sistemi imunitar i juaj mundet që të forcohet, sheqeri në gjak të stabilizohet dhe shëndeti i zemrës dhe i kockave njëkohësisht të jetë i shëndetshëm dhe të kenë përfitime nga gjalpi. Gjalpi cilësor është i pasur me disa lloje acidesh, por të cilat hulumtimet kanë treguar se mund të zvogëlojnë inflamacionin dhe gjithashtu të forcojnë edhe imunitetin. Mund të shtoni në peshë. Dietologët të rekomandojnë që të konsumoni në sasi të vogla gjalpin pasi gjalpi është i lartë në kalori dhe çdo lugë gjelle ju jep mbi 100 kalori. Për të parandaluar kështu shtimin në peshë dhe pasojat negative shëndetësore, të cilat vijnë me të, ju duhet që ta konsumoni në sasi të vogla. Sistemi juaj mundet që të përfitojë. Ky ushqim është i pasur me një acid yndyror i cili përmirëson gjithashtu shëndetin e zorrëve duke ushqyer bakteret e mira të cilat jetojnë në to, lehtësojnë tretjen dhe ulin gjithashtu inflamacionin. Ekspertët sugjerojnë gjithashtu se gjalpi mundet të ndihmojë edhe me sindromën e zorrës së irrituar, mundet që të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe gjithashtu goditjet në tru. Vetëm në 2 lugë gjelle gjalp ka 14 gram yndyrë të ngopur, që është më shumë se sasia maksimale e rekomanduar ditore prej 13 gramësh. Konsumi i lartë i këtyre yndyrave mundet që të rrisë kolesterolin e keq duke ju vënë juve në rrezik për të zhvilluar sëmundje të zemrës dhe goditje në tru. Mundet gjithashtu që të rrisë rrezikun për demencë. Sipas ekspertëve, ngrënia e tepërt e gjalpit mundet që ta bëjë trurin tuaj të tkurrë dhe mundet të rrisë rrezikun e demencës ndërsa plakeni. Ata sugjerojnë të mos hiqni dorë nga ky ushqim, por ta konsumoni me kufizim dhe me moderim. Gjalpi, edhe pse ai rrjedh nga qumshti i lopës, nuk është një produkt i lehtë, por me yndyrë. Duhen 3 kg krem për të bërë 1 kg gjalp, për shkak se ai është i pasur me acide lyrore. Gjalpi akuzohet se ka të këqija për shëndetin, por duhet thjesht të konsumohet në sasi të vogla. Gjalpi përmban 82% yndyrë, 16% ujë dhe 2% krip inorganike. Gjalpi është i pasur me vitamina A dhe karoten. Ai është gjithashtu një nga burimet më të mira në ushqyerje dhe gjithashtu ai përmban sasi të vogla të vitaminës A, D dhe gjalpi është i pasur me acide lyrore të ngopura dhe kolesterol. Ndalimi i tij është i justifikuar në rastin e ndonjë sëmundje serioze kardiovaskulare. Kjo është arsyeja pse ai ndalohet menjëherë kur kolesteroli në gjak rritet pak. Përndryshe, konsumimi 10 deri në 20 gram në ditë është i arsyeshëm. Besohet shpesh se gjalpi i djegur është më i dëmshëm, më shumë i rëndë dhe që shëndosh shumë, sesa gjalpi i pa përpunuar. Por, i pa përpunuar ose i shkuqur, gjalpi sjell të njëjtën sasi kalorish. Çdo femër ëndërron për një lëkurë perfekte dhe njëkohësisht rinore. Prandaj është e gatshme të ndjek hakimet e ndryshme që gjen kryesisht në rrjetet sociale të njohura. Megjithatë, ekziston një truk tepër i zgjuar i cili është padyshim efektiv. Si ndikon në shëndetin e lëkurës?
Gjalpi provon të jetë i shëndetshëm për lëkurën tuaj pasi mund t'ju ndihmojë ta bëni lëkurën tuaj më të shëndetshme falë vitaminës E, një lëndë ushqyese e cila minimizon dëmtimet nga dielli, zvogëlon inflamacionin dhe shëron plagët. Edhe kjo nuk është e vetmja vitaminë e dobishme për lëkurën e cila gjendet në gjalp. Sipas Healthline, një lugë gjelle gjalp siguron 11% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A. Një studim i vitit 2013 ka treguar se vitamina A ka nevojë që trupi ta ruajë integritetin dhe funksionet e indeve sipërfaqësore. Një vitaminë e tretshme në yndyrë, vitamina A nxit riprodhimin e qelizave të lëkurës, ndërsa forma kryesore e vitaminës A është retinoli, një përbërës popullor në serume, kremra dhe produkte të tjera të kujdesit të lëkurës. Gjalp apo margarinë, cilën duhet të përdorni në kuzhinë. Zgjedhja mes gjalpit dhe margarinës shpesh mundet të duket e vështirë për nga funksioni i njëjtë që të dy këto ushqime kanë. Duke qenë se janë thuajse i njëjtë produkt, shpeshherë diferencimi i tyre mundet të mos përbëjë kuptim. Gjithsesi, ekzistojnë ndryshime të mëdha midis këtyre dy produkteve edhe pse në të njëjtën familje. Këto ndryshime munden të ndikojnë në shëndetin, por edhe në shijen e recetave tuaja. Prandaj këtu ne do t'ju tregojmë diferencat më të mëdha mes gjalpit dhe njëkohësisht margarinës dhe cilën duhet që të zgjidhni. Çfarë duhet të dini për gjalpin? Gjalpi është një nën-produkt natyral i qumshtit i cili mbahet në frigorifer ose në ambiente të ftohta, pasi mundet edhe që të prishet shpejt apo edhe të shkrihet. Gjalpi është i përbërë me rreth 80% të time yndyrë dhe më pas është një bashkim mes ujit dhe proteinave, kripës dhe me pak kalori, gjithashtu dhe shumë pak laktozë. Margarina nga ana tjetër është një recetë e shpikur rreth shekujve 16-17 dhe nuk ekziston në natyrë. Ky produkt formohet nga përpunimi i vajrave vegetale të cilët prodhojnë shumë yndyrë dhe acide duke bërë atë të ngjashëm me gjalpin tuaj. Gjalpi, ky përpunim shton edhe vlerat negative të margarinës që rrit nivelin e kolesterolit të keq në trup. Margarina përbëhet nga vajrat vegetal, ngjyrues, ujërat dhe konservant, antioksidant dhe shumë përbërës të tjerë kimik. Duke qenë një produkt tërësisht kimik, mund të ruhet edhe jashtë frigoriferit pasi nuk prishet. Si të zgjidhni të duhurën për shëndetin? Megjithëse të dy produktet përmbajnë pak a shumë të njëjtat vlera për sa i përket kalorive dhe yndyrave, margarina mundet që t'ju dëmtojë shumë. Siç tham, margarina është një produkt kimik, por ka në përbërje substanca të hidrogjenuara të cilat shkaktojnë probleme kardiovaskulare. Në treg gjenden lloje margarine që nuk përbëhen nga yndyra të këqija, që e bëjnë më të lehtë përbërjen kimike të saj. Edhe pa këto substanca, sërish origjina tërësisht kimike e saj nuk ju siguron vlera të mira për shëndetin. Kështu, mes gjalpit dhe margarinës, ne ju këshillojmë që të përdorni gjithnjë gjalpin si një alternativë tepër të shëndetshme. Bëni kujdes edhe në këtë rast mos e teproni me sasinë e përdorimit të gjalpit, pasi është një burim i madh i yndyrrash dhe mundet gjithashtu që të shtojë nivelin e kolesterolit në gjak. Keni parasysh se një lugë gjelle gjalp përmban rreth 300 kalori. Ekspertët këshillojnë që ju të përdorni rreth 20 gram gjalp në ditë. Në këtë mënyrë, ju do të evitoni çdo efekt ansor i cili mundet që të shkaktojë yndyrat e tepërta në gjak. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.